الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تعالى فندري بري الله تفالي ذنديم كركويس صلوات والسلام على بكرية المطمير محمد صلى الله عليه وسلم درجي familjen, shokët dhe gjithë besimtarët. Në javën e kaluar kemi fillu me një seri të re që është titulluar se sjellja e pejgamberit alayhis salam me njerëz që jetonte. Kemi thonë se qëllimi i kësaj serie është për me mësu praktike, dijen në praktik. Përveç aspektit teorik, marrja me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na afron të praktika, pasi që ka qenë për njerëzve që gjithë shka që e ka thonë në teori, e ka vendosë në praktik, duke praktiku fjallën Allahut në surën Saf, ku Allah i lartësun i urdhënon besimtarë duke thonë, ja ejuhellezina amanu lime të kulune ma la të falun, keburet maqtan inda Allah, në të kulu ma la të falun, o ju që këni besu për hatër të imanit në Allahën, pëse thani ato që se veprani, pra mëse thani ato që se veprani, se është fort gjuna i madh të Allahën me thonë ato që nuk e veprani. Po ashtu, djetarët kërë kanë komentu këta jetë, kanë thonë se dija pa praktik është argument kundra njerit. Si shtetë pejgamberi alayhis salam, el-Qur'anu hujjatun laka aw alayk, Kurani është argument për ty ose kundra teje. E çish argument kundra teje nëse nuk e vendos në praktik, e çish është argument për ty nëse vendos praktik. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thoshte, na shokët e Muhamedit alayhis salam i mësonim 10 ajete, edhe nuk mësonim tjera derisa i praktikanim. Në vend tjetër të i mësonim nga 5 ajete. Nuk është më rëndësi numre, që është më rëndësi mësimi që del për këti numre, për këti tregimi, e që është jetësimi në praktik. Po ashtu Imam Maliku në Muwatta e përmend se Omeri radhiyallahu anhu ka bërë 12 vjet, në transmetim 10 vjet, deri ka mësu surën Bekara, dhe kur e ka mësu e ka bërë një lloj neje për gëzimet. E nuk është që Omeri nuk ka pas mundësi radhiyallahu anhu me mësu surën Bekara. Në ashtë për një masdite kishë mësu në aspektin përmensh. Po ata nuk e kanë qujt në nxënje përmensh, vetëm në nxënje të Kur'anit, vetëm aspektin përmensh, por edhe praktiken. Thëtë se nuk ka ajet që e ku mësu, vese e ku praktiku. Prej fillimit të Kur'anit, çdo ajet që e ku mësu, e ku vendosë në praktik. Po ashtu edhe Mujahidi rahimahullah e që e përmend Muqatil ibn Sulejmanit në tefsirin e tina, e që tefsiri Muqatil ibn Sulejmanit është tefsiri i vetëm prej tabinëve që në ka ardhë komplet. E në lecovët Allah, alhamdulillah kem fillu me përkthy shqip, në lecovët Allah këtë tefsir me qitë krejnë gjuan tonë. E në këtë tefsir Muqatil ibn Sulejman thëtë se Mujahidi radhiyallahu anhu mësuesi i tina, e që është nxënësi i Ibn Abbasit, e ka lexu Kur'anin 3 herë para Ibn Abbasit. Edhe secili prej neve, kur e shes si rast, i duket pak që është 3 herë me lexu Kur'anin para atij njeri që i kanë thonë turjumanul Kur'an, Omeri ka thonë përkthyesi i Kur'anit, sqaruesi i Kur'anit Ibn Abbasit. Secili kish menu do të 4, 5, 6, 10 herë, po thot ai ka bën 20 vjet deri ka lexuar një hatme, e 20 vjet tjera një hatme, e 20 vjet tjera një hatme, dhe nuk ka kur gjë prej Kur'anit, vese e kom pyet për të Ibn Abbasin se si me qinë praktik. Por këtë sekreti qëndron të praktika, jo të teoria. Imam Maliku Muwatta që kemi ka bërë 14 vjet dhe e ka shkru. Nuk është qëllimi që Imam Maliku nuk ishë mujt me shkru ma shpejt.
Po qëllimi është se e ka qitë në praktik. Nuk ka dosh diçka me shkru pa e praktiku. I kanë thonë Imam Ahmedit njëherë fol para njerëzve për lirimin e robit. Një rob bëshku i ka thonë. Thotë, o Imam, ty të nguj njerëz. Thojë bre, se na shto më liran mu zotnia jam. Se jo dini që robi u konë deri 1962 kur është marrë vendim Kombet e Bashkuara më hekë robëria, njerëzit janë konë sklav, rob. Krejt çka ka punu, ja ka dhonë shefit vet. Nuk ka posedu kurgjë pej pasunisë. E kështu me radhë, keni lexu për këtë aspekt. Kur i thot kështu Imam Ahmedi buhet e gjumo nuk flet. Vjen e gjumoja tjetër nuk flet, e tjetra nuk flet. Kalojnë 6 muaj. Mas 6 muaj, Imam Ahmedi dalë dhe fol. Hutbë për vlerën e lirimit të robit. Kryhet hutbja, ai pronari këtij njerit e liran këta, ky pejgëzim të madh vjen te Imam Ahmedi i thot pse s'ke fol para 6 muaj. Po sot, atë se kisha mujt për liru 6 muaj përpara. Thot se nuk kum pas rab, edhe i kum bo pare me ble e me lëshu, tani me fol njerëzve. Pra janë mënu që dijen që dojnë me thonë, njëherë me vendosë në praktik, me fol vepra, tani me ju fol pjala. E sëd është e kondërta, zatë në tojnë djetartë, njerëzit kanë qenë një kohë që kanë vepru, po s'kanë tregu. Kanë bo shumë veprat mira. Aje që në ka orë për Ebu Bekrin, Omerin, dhe vepra që i dina pak për tyne, thënë djetarë janë 0.01% e vepra që na i dina. Shumicën ndërmoshët vepra të mira që kanë bo na si dina. Asë mujna me gjithë ledzune, kanë bo larkë syve të njerëzve. Po pak për i tyne vdina dhe ato pak në mahnitëm, po me ditë më shumë, Allahu veç edhin sa kanë vepru. Pro ka qenë kohë që kanë vepru e s'kanë tregu. Tani thojnë orë një kohë që kanë punu, po edhe kanë tregu. E sot është një kohë që s'punojnë heq, dhe thojnë e bona. Heq s'punojnë. E bona, veç për mu lavdu, veç anërisht kohën e kësaj që pëthojnë shpërthim i botës virtuale, që në Facebook, ku është Gjanifari Ibn Tejmi është, edhe Ibn Qayyimi, ama sabahën ka rukër e do në gjemi. Qëtë jenë dalime ekstreme mes asaj që kjo e proklamon e paraqet, edhe realitetit që kjo e jetan. Ndaj për qëtaj na mënu, që të derë se na me i vendosë në praktikën e pejgamberit a.s. që më na shërby shambujt praktik një jetën tonë, së cilit prej neve që dijen që e kena me zbatu. Pasi që nuk ka ajet në Kur'an, prej fillimit dhe në fund, që thot Allahu kam ju shpërbly për ato që keni folë. S'ka kësa ajete. Po për ato që e keni punu. Pra vepra pa fjallë është si pema pa fruta. Nuk ka asë një dobi. Një pemë e thot, përveç se me shtinë zjarë, kur gjë tjetër, që shtu është edhe njeri pa vepra, nuk ka asë një dobi veç me gjuhë në gjahnem. Si druni, që do të me kollë edhe ato do të me kollë. Kur gjë tjetër s'ka. Allah na për një softë. Sot do të vazhdojnë me lejnë Allah me dersën e dytë, me folë për disa aspekte që e kena obligim me pasu pejgamberin a.s. Disa aspekte është farz, disa aspekte nuk është. Për shembull, ka aspekte prej jetës tina që na kena haram me pasu, si martesa me ma shumë gra, është e veçantë për ta. Po, ose obligueshmëria namazit natës, o konë veç për ta, jo për tjertë. E ka pas farz, më fol natën, nëse kena. Pra, na do të më mësu tash ku është obligim më pasu,
ku pejgamberi alayhis salam fol si njeri, për shembull kur ka fol me gratë e veta bima shata me rështa, ato nuk janë hadithe që neve na kryjnë punë. Është fjala ka fol për një temë që ka ndodhur, e ka vra kamën, e ka kallzu qysh me lidhan e sen, ato s'kan të bëjnë me umetin një kon, veç për ta. Pra këto aspekte që duhet me pasu kina me fol, e aspekte tjera njerëzore që u kon, ato nuk kena nevoj për me pasu pasi që nuk kërkohet. Allah dhe mas mirë. E para prej tyne që djetarët përmanin, thonë se pejgamberi alayhis salam është shembull i njerit moralshëm. Se cili njeri çka synon këtë botë me pas moral. Për shembull, ju e dini që një njeri që është pa moralshëm, si t'ja nis me fol për na i vlerën moralit, shokët e tij e kishin. Për shembull, Allah na ruaj, është njeri zinaqar, thotë do të më ul shikimin, ata që janë për rreth, kishin me ta. Vepra jo të kejt kundra asoj që ti pe flet. Ose për shembull, ka njerëz që din me gënjy shumë, edhe veç me mbobu me të nejt, me të pa që porrin me ta, të keshin njerëzit, sa i veç me qatë punë merë. E ndaj, pse kena obligim, se morali është çështja që më shumë t'i peshon ditën e takimit me Allah. Pejgamberi sa më thonë nuk peshon kur gjën mizan. Ditën e gjykimit më shumë se sa morali i mirë. Ndaj sot ne si besimtar, pa dhe si hoxhallar, problemin kryesor e kena në aspektin e praktikës, me thonë ma veçantë, kujgjë shumë na kundërshton veprën fjalë. Kujgjë shumë na qëtë jo si që dohet, Allah na fal. Ndaj Allah azza wa jall kur fol për pejgamberin alayhis salam, thotë wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ti me të vërtet jem pjedestalin më të lartë moralit. Disa dietar kanë thonë khuluq është për qëllim din. Në fe, ti je në fejnë më madhështore. E pse kanë thonë moralit fe? Se s'paramenohet feja pa moral. Se është vetë feja, është sinonim i njëna tjetrës. Njëna pa tjetrën nuk mund mu paramendo. Po ashtu, njerëz që e kanë njoft mirë pejgamberin alayhis salam, kur kanë fol për ta, e kanë veçu shumë. Kur u pyet Aisha për moralin e pejgamberit alayhis salam, ka thonë kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ka qenë Kurani. Qysh fjala se çdo çështje që Kurani ka thënë të pejgamberi alayhis salam e ka jetësu, e ka praktiku në jetën e përditshme. Më na vetë gratona, qysh morali burra. A është morali ty në Kurani, as është më na bo kanë peticion kështu më javëqush shpejt dhe më thonë që ka dhënë realitetin për ta, që këshin ditë me thonë, nuk e di, po besoj që të fjallë se këshin thonë. Nuk po thëmë tjetër qka, po me thonë, Kurani ka qenë është morali tyne, që ta nuk e besoj që e këshin thonë. Pashtu Safia radiallahu anha thëtë ma rajtu ahsanu khuluqan min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nuk më kam pas sytë e mi, njëri më të moralshëm se pejgamberi alayhis salam. Imam Burgjulani në librin e Bujaria, pe kapitullit të parë që flet për moralin e pejgamberit alayhis salam, thotë ka qenë morali i tina, ka qenë më i turpshëm se sa nusja kur shkon spari. Po flas nusët e kalonën jo të sodit, të kanë rrugë kojgja shumë, po të kalonën i ka ardhë marrë jënë skuq, në mënyre kanë pas shumë turp kur janë dalë para tjerëve, që shtu ka qenë pejgamberi alayhis salam gjithmonë tepër i turpshëm. Sikur sa ja nusja që shkon spari, që shtu ka qenë fort i turpshëm para njerëzve. Nuk ka fol kur fjalë ma kene bedhien wala
fahishan, kur s'ka fol fjallë në dyta, as fjallë të ashpra, as nuk ka mallku, pa ka qenë Hanefien sumha, ka qenë një farloj në tërshmërije të gjërë të moraleve të larta, që s'ka bova ki kur dikujt m'ja këthy me të keqë. Për shembull, kur është shku kufart Quraysh, kur e kanë qu Walid ibn Walidin me bullah me pejgamberin në selam, edhe m'ja propozu ato gjonat që ata i kanë thonë Omer radiallahu anhu, një ditë ka hinat, para se më bo musliman, ka hinat venin ku kanë nejt Quraysh, edhe ju ka thonë o njerëz, Muhammed a.s. nuk puna rrej, e pëse na mi rrej ata që i besojnë, nuk puna shon, e pëse na me shon, a i puna thirë në debat, na do të mja këthy me debat, edhe i thojnë ani, po përden me i debat me ta, shko ti, se jam tut me debatu me pejgamberin a.s. E kanë di qëfar nivelja, qëfar klasis. Omer e thëtë zoti mos e boftën, jam ma i riu për juve. Qenë tjetër ganë, do thojnë e kanë që Uqbe ibn Walid, do thojnë Walid ibn Walid, si dhe që tjetë, njone prej tyne, o shku edhe pytin e parë që e ka bo ja Muhammed, o Muhammed, a je ma i mirë te a baba jotë? Veç kështë është farë pytja, të rana. Ka thonë, o Muhammed, a je ti ma i mirë Abdul Muttalib i gjyshi jotë, që ka qenë i farloj prisit e Qurayshit. Pas të i thëtë, nëse thu të je ma i mirë, sa ata kja përna që ditë fort, se për labda vetën, e nëse thu ata jenë ma të mirë se tena në fejnë e ty në vjena. Veç kështë qëfar stratega. Nuk ju në konë edhe këta të letë. Pas të i ka thonë, Muhammed, në këna marë sallallahu alaihi wasallam, në pëthëm sa i s'ka thonë, në këna marë vendim, që me të bo udhes. Vesh, mos në saj fejnë. Ty të kena me të ngu krejtë. Ti keme konë mrejti jonë. E më të adhonë grunë më të mirë. E më mledhë këtë aorin më të adhonë ty. Këtë pasunin më të adhonë ty. Vesh, lekit farpona. Ta shti kur e shku kjo Uqbe ibn Walid, ose Walid ibn Walid, këta kanë qenë dënjë më të pasun në Quraysh. Te Quraysh, edhe ma me pozitë, si më të orë të është në kryetorin shtetit, me thonë, që ka du është ki, veç mos në ngëtë, dë bojna kështu, dë bojna ashtu. Pejgamberi a.s. thëtë, e farag dhe ja Aba Walid, a kryte, a që e po dhe, thëtë po, thëtë Isma min ibn Akhik, dëgjë prej djallit vëllatën, se konë ma i rinë mosh, e ka njësë me kënu sunën Fussilet. Edhe thënë ka bësejsh dhe me ta, mas në dy faqe, në faqe 480, 476 fillon surja Fussilet, 480 oron sejsh dhe me ta, u mahnit. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja u ka këthy me thonë në atë marani që ata meritojnë. Të afëmënen që në melion Allahun për do dukate, për një gruve, për abden, që është dine ka jenë nami shi dhe farë, ja, kryje, kur të krysh, unë të akthej, që është Allahun mu mësan, jo që është unë du. Edhe na me mujtë në moral me konë me njerës, që a përfitojnë për këti raste, me konë moral me ta, i jo që është aje meriton, që ka jarë dikush e meriton në rysha, dhe meriton me ja këti fort ashpër. Po, që është në kam so Allah dhe i dërgun e ti, edhe më konë turp shumë fjallë, mos me përdor fjallë që s'na të kanë. Shamje, zakonisht njerës Allah në arrujt, i mësojnë fëmijët më është hershme, nështë e falë 5 vaktit, i mësën me shumë. E mësën me falë fjallë pista. E krejt kje bjenë në kundështim me fejnë. Pse po thëm me fejnë? Se feja është morale. Andaj nuk paramenohet njëri me qenë për atyre që synën gjennet të konë ishtë dhurun këtë aspekt. E dyta është
pejgamberi alayhis salam që do të me pasu ka qenë i butë, edhe ka qenë që u ka thonë njerëzve. O fjala i butë ka pas qëndrim, nuk kuptohet ka qenë i shkreti ngrad, jo, ka pas fort qëndrim. Aliu radhiyallahu anhu thot, kur e ka pa pes lartët, s'ke guxu ty edhe me shku me bo çka dosh. Si ky rast i Omerit, na shtiu e keni dëgju, që thonë se Omeri ka dosh me vrap pejgamberin alayhis salam. Kjo këtë rrë. Kur sa do thash? Ase ka provanu Islami kështu, që ka dosh me shku një hje kryt me shpat. Kjo s'kone si ka shku me në Ebu Gjehlit, që ka pas shumë a shumë forcë, autoritet, e jo Omerit, se ka pas shumë qëndrim për Omerit. Nuk o konë i arret shumë let. Këtë në ryshë që ka pranu Islamin Omeri. E ka një të knun në qabe namaznate. Pejgamberi alayhis salam namaz ka thonë shair. Ka recituar pejgamberi alayhis salam fjalën Allah wa ma huwa bi shair. Qalilan ma tafakkarun, kë nuk është poet, po pak jeni të menu, të kahin, kë është puna sihirbaz. Wa ma huwa bi kahin, e lexon ajetin. S'është kjo as sihirbaz, po pak jeni të kuptu e kështu me radhë. Këtë në ryshe ka pranu Islamin, jo qyshe thojnë se ka pas qëndrim, po qyshe ka një but, o fjala o ka një but ku dohet. Me njerës që dohet. Për shembull, pejgamberi alayhis salam zakonisht kur ka folë me dikën ja ka kop dorën. Edhe thojnë ka pas durë shumë të ftofta gjithë. Kanë gjohë dorë atina ka qenë eljen min harir, me e butë se me ndafshë, e me eftet se sa bora. Kështu ka qenë dora pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka afru, ka thonë me butësi, ka nene ka qitë dorën në gjaks, ka nene ka kom dikën që ta mërmeni o madhë, që i ma ardhë mas një vjetë e mësme më gjetë. E kështë më radhë, pra, jenë dhe raste që ka qenë i bunë në qëto aspekte, i afërt me njerëzit. Ose ati gjallit vogël, ja ka po, ja Umeir madha falen, Nugair, o Umeir, që ka bune ati zogët, a u qua i zogë i smut që lujshë me ta, pra ka qenë i kapshëm për njerëzit, i afërt me njerëzit, i butë, po edhe falës. Ose Enes radhiyallahu anhu, të më tha pejgamberi alayhis salam, shko me kryma një punë, të vanua shumë, se të shku rrugës i pash do fëmijë të lujt, u ula me lujt me ta. Ta në më tha, mas një kuat gata ardhë pejgamberi alayhis salam, më gjeti të lujt me fëmijë, ma bëni o Enes, aje shumë ma kry punën që të këmë thonë, tha i thash e dërgun e zotit, që tash përshkoj. Tha nuk më tha kurgjëm. 10 vjet i kom shërby, nuk më ka thonë një punë pse e ke bo, ose pse se ke bo, e asë nuk më ka bërtit, asë nuk më ka qërtu kur njët vetë. Sënë më nejtë me një njëre, 3 dit janë ishtë bërdet, e jo më nejtë 10 vjet. Zaten në kohën e Abdul Melik ibn Marwanit, më këmë si Irakut ka qenë Hajjajë. Njehën e Hajjajën, gjakpirësin e madhe, Allah në rujtë, ka mytë njerës shumë. Edhe për njerësve që e ka ofendu, ka qenë Enes radhiyallahu anhu. E ka thirë në Basra, kur hi, ka thonë, i hënja Enes. Mjerë për ty, o Enes. Enes, të ka thonë, Enes në gjuhën arabe është ismu tasghir, kur dënë dikën me zvoglu për pozitës që ka me një farmënire me pështnu, i thu që ashtu, ose i thot nona djallit, ka drejt për shkak se gjithë met i vogël për ta, po jo në aspekt pështrime, po kuj ka thonë për me pështu, ka thonë jaumen ma Ali, wa jaumen ma ibn Zubair, herë u bëjshë me Aliun, kundra Muavijut, e herë me ibn Zubairit, kundra Abdul Melikut, gjithë e konë kundra Emevive. Pastaj e rënën me fjallë,
Thot, i aja të kësid, a mu jetë më thonë? Thot, po, ty. Thot, ti s'më në mbëngë më kërgjë, se kërcënon Haxhaxhi mja hekërit. Thot, se unë di një lutje që më kam mësu pejgamberi alayhis salam me thonë, e që njerëz të gjendë më shumë më bëkeq, s'kan mundësi me mbë. Kur i thot këto, ajtë me rohet Haxhaxhi. Thot, mësama. Thot, a i lutje shumë e lartë, me mësu një njeri i fleshtë ti. Edhe që vëtë bedujt. Pastaj Haxhaxhi donë me morë për me vëra, po s'gudzan, se Enesi apet Enes, mbet radiallahu anhu, e i shkruan Abdul Melikut Enesi, thot, o prisi besimtarve, Haxhaxhi më ka ftu, wasema nukra, ka thonë dhe fjallë që zemra jam e ka refuzu. Thot, unë jam shërptore i pejgamberit alayhis salam. Mi ka tregu sekretet. U këshillu me mu, edhe pse kam qenë i vogël, s'ka marrë veprim pa vetë. Thot, e sot marrë puna njeri më ofendu. Thot, vallahi me konë gjallë, njerës që kanë shërby Musës, jehudit, i këshim bojt në qafa. E njerës që kanë shërby Isës, krishterët i këshim bojt në qafa. Ndërsa i këmë shërby krijesës më të mirë, e me këmësio të më ka ofendu. Pastaj Abdul Meliku ja shkru dy letra, njënën Haxhaxhit, e tjetër një shkruan Enesit. Thot, që jam aspore Enesit, e tani Haxhaxhit. Kur ja shën Enesit, i shkruan prej prisit besimtarve Abdul Melik ibn Marwanit, drejt shërptorit pejgamberit alayhis salam, Enes ibn Malikut. Thot, ja Aba Hamza, se kështë ka pasë epitetin o baba i Hamzës. Thot, Haxhaxhin lema mu, se ku me godit me një sehm, me një shigjet të helmume, që kur ti më shaj, a i s'ka shans me pështu. E pastaj e lavden Enesin. Thot, për ty nisi ushtri, e për ty e bëj këta, e për ty, thot se ti min beqije prej atyne njerëzët që kam pas fatë sytë atyne me pa pejgamberi alayhis salam prej së afërmi. E pastaj letrën tjetër ja shkruan Haxhaxhit prej Abdul Melik ibn Marwanit drejt Haxhaxhit, qenit në dyrë, kështu e thot. Thot, e ka ofendu një njeri që 10 vjet i ka shërby pejgamberit alayhis salam. E ja ka tregu pejgamberi alayhis salam sekretet, e ka pyet për çështjet e veta, e nuk ka marrë veprim pa konsultu me ta. Thot, a e ke harru gjendjen tonë kur printet tu kanë qenë bunare në Taif? A e ke harru që ti s'ke qenë kur gjëvesh se pastrus i kafshëve? E tash që unë të këmdojnë pozit, ti po gudzën njerëz më të mirë me i ofendu, thot, shko po t'ja kom të Enesit se për ndryshe. Thot, ku më të shkyn lani kafshën kur të nëzën. Ku më të shky, thot, me dur të mija, që e shkyn lani kafshën kur të nëzën. Thot, ku më të vron një vrasje, që njerëz në lindjes përëndim s'ka një për ta. Pastaj thonë, Haxhaxhi shkon ja puth kam të Enesit, e i kërkon falje, e sillet mirë me ta, se nuk përeken këta burra. E krejt doshta me tregu këtë tregim për vlerën e madhe që ka pas morali pejgamberit, një njeri pejgamberi Allahut më këshillu me një djalë 10 vjet, e 11 vjet. Këto veç morali i madh e ban. Veç morali i madh e ban. 10 vjet mi nejt natë, e mos mi vërtit kur. 10 vjet me nejt afër ti, e mos mi thonë një punë, pse e ke bu, ose pse se ke bu.
As mjafton që kjo me shërby për neve që me fëmijët tonë me qenë sjellshëm, mos me ju bërtit, mos me kërku për tyne çka ata nuk mujnë, mos me ngarku, mos me trajtu si shërbëtor, po me trajtu qysh e meritojnë, qashtu edhe me gra, qashtu edhe me çdo njerëz që i kena nën vete. Ndaj më mënu, sot kena mundësi me usil me ata që kem afer qysh na mëson morali pejgamberit alayhis salam. Për aspekte tjera është që pejgamberi alayhis salam ka pas shefaka edhe rahme. Shefaka është për qëllim kur dikush ju ka anku, u mënu mi bë zgjidhje. Edhe kur dikush ka gabuar prezencë ti, e ka mëshiru. Për çdo sen, u mënu mi bë zgjidhje. Zoti na ka thonë atë fjalën që një njeri me ja kry një punë vëllat vet, është më mirë se me bë itikaf një muaj në xhami tëmen. Pra, mi u bë zgjidhje njerëzve. Pastaj e thoshte hadithin që më i mirë për njerëzve është anfa'uhum linnas, ai që më shumë të ju bën dobi njerëzve. Jo kryen gajlet, mundohet me qenë afër me ta. Që ka dallu pejgamberin alayhis salam prej pushtetarëve sot, ka qenë afërsia me njerëz. Ka qenë afërsia me njerëz. Pse sot pushtetarët janë në mënyrë fort pa prekshëm, do të më investu miliona për me siguru, me mbrojt me, për shkak se nuk janë për mi u bë zgjidhje njerëzve, as nuk janë të mëshirshëm ndaj tyre. E shoh del një pushtetar 50 veta para tina. Ndërsa pejgamberi alayhis salam ka dalë, ka ecë, ka shku, u kthy, s'ka pas truproje, s'ka pas njerëz që një farë mënyrë janë shku mas tina, po ka qenë i afër me njerëz. Allahu kur flet për pejgamberin alayhis salam këtë aspekt thot që e përmend fjalën e Isës alayhis salam që kanë qenë ashtë mëshirshëm me njerëz, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. O Zot, pejgamberi Allahut ju lut që nëse ti dënon këta në robët e tu, po nëse i fal, mëshira jote ka përfshirë çdo sen. E për kënë e ka fjalën për ata që s'kan besu. E që me thonë për ata që kanë besu. Por aq shumë kanë qenë mëshirshëm, aq shumë e kanë dashur të mirën njerëzve, sa që kur s'kan ndërmarrë ndaj lutje kundrejt njerëzve të caktuar, përveç se me raste. Thotë që pejgamberi alayhis salam deri 70 herë Ebu Jehlit i ka shku në derë natën me thirrën islam. Njerëz që të selen islamin. Zotën orë në tregim interesant thonë Ebu Jehli ka qenë shumë bujar. Ka dhonë shumë, e ka pas zakon mi prej 2 deve çdo natë. Për me ruat reputacionin popullin e vetë, që kjo ushqen, kjo ju jep, edhe kush u shku mi lypi i ka dhonë. Dikush ka lyp boki ka dhonë, dikush ka lyp meshi ka dhonë, dikush ka lyp me martuna i qik, ja ka dhonë, edhe ka qenë shumë bujar. E një natë i ka thirë parin e korejshve, të dosh me kaldu sa bujar është, ka thonë, nuk hen sot kërkosh në shpinë teme, që të më kërkën diçka vese kom ja dhonë. Qka të më lyp kom ja dhonë. Edhe qelë derën, ka qenë adet e arave që kur hopet dera, një farë mënyre, njerëz me hije dhe me lyp. Dikush lyp kështu bovë, dikush me që kanë lyp, që kanë ujë, e mos me mjë dhonë, ju ka ofru. Pejgamberi alayhis salam ka trokin derë. Ka thonë Muhammed, e te që ka dole, do të dhonë jam lyp me të kërku diçka. Se dhe gjova që ka thonë, kush që të më lyp sot ku me dhonë. Thot falë qka për dënë, thot se krejt ku me të dhonë. Thot po du me thonë la ilaha illallah. Thot e me hadhe fela. Saj për këtë kësaj smaj. Këto smaj të. Pra pejgamberi se u munu në gjitha rast me e shfridzu.
për me u afru me njerëz, me qenë i afër me ta, i mëshirshëm ndaj tyne. Zaten dihet edhe fundi i jetës, çlirimi i Mekës, idhhabu antum at-tulaqa, shkoni se ju jeni të falën, ku hi pejgamberi selam, e ka falkën ata që kanë përzon për venet, ja kanë marrë pasunin, ja kanë mytë shokët, e kanë luftu të rihen Bedër, në Uhud, e kanë rrethun herën e tretë në Ahzab, ja kanë pru punën ngosht që s'kanë mujtë me shku në banjë, ja kanë pru punën ngosht që edhe i këndia ju ka ikë. Përveç se Omerit, thot që Omerit si ka ikë kur asë një namaz për vaktit, asë në ditën e Ahzabit. Se pejgamberi alayhis salam që ai thot ja Omer mala Allahu quburuhum nara. Allah ja fshëndroft varët aty në zjarr, që na bënën me iki këndia mos me mujt me fal. Neve, se kjo e ka fal. Omer edhe atë ka fal. Nuk ka namaz që i ka ik pe kuas. Omerit radhiyallahu anhu, kjo është për veçorive tina, sa shumë tremë, Allah. Sin luftë, sin paqë, s'ka pas kush e nalë, prej Allah të lartëson. Andaj lësë Allah në qenë, për këtyne njerëzve që e marëm pejgamberi sallam si urnek tjetës, si praktik, qof me gram, me fmi, me njerëz që na rrethojnë, me njerëz që na luftojnë, me njerëz që sillen keq, mënët njëre më prejk, nën malesh zemra, më ndiku prej rrethonëm, po do të me bo sabër, se sabër litë Allah i shpërnden, me shpërblime të pa imagjinueshme. 2 shpërblime, Allah nuk të regan se sa ka me shpërbli për to. Për agjerimin, që është apet sabër, së më njeri me agjeru pa sabër, edhe për vetë sabërën, si shtet Allahu, innema ju wafa sabiruna ajruhum bi ghayri hisab. Allah i shpërblen durimtar pa hesab, na boft Allah për tyne. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.